mos u mundon mi shty hunë te familjet e tjerëve. Se kur ti shtysh hunë familjet e tjerëve, edhe tjerët kanë shty te familja jote hunë. Kanë me dash me ditë çka ndodh familjen tone. Mos u ban detektor çka ndodh familjet e tjerëve. Banu detektor veç i familjes tone. Disa njerëz i shtyn hunë familjet e tjerëve. Po, çka boni ai, pse boni ki? Pse mundohesh çdo herë me hin njëtër e dikujt tjetër? Çndrove te familja jote, bane me familjen tone të gëzueshme, mundoje me familjen tone ti të bësh punë të hajrit, mos u mundon mi shty hunë te familjet e tjerëve. Se kur ti shtysh hunë familjet e tjerëve, edhe tjerët kanë shty te familja jote hunë. Kanë me dash me ditë çka ndodh familjen tone. Mos u ban detektor çka ndodh familjet e tjerëve. Banu detektor veç i familjes tone. Ti je përgjithës vetëm për familjen tone. E pastaj kur ti jepet mundësia me ndihmu dikujt ndihmoj, po mos hulumto pse çysh te kush, do të thonë këto hulumtime e bojnë njerëzit me demoralizu njëri. Mos i demoralizo njerëzit, motivoj njerëzit duke ju ndihmu, e jo duke ju përzi shtëpiat e tjerëve. Dhe kjo është shkolla tjetër që na jep kjo ajet tjetër kuranor.